Ekipi Skënderbeut në ciklizëm ka marrë disa çmime në një garë të përvitshme të zhvilluar në qytetin e Shkodrës, të quajtur Kupa Agim Tafili, një aktivitet ky që organizohet nga Federata Shqiptare e Ciklizmit me mbështetjen e Bashkisë Shkodër në nderim të legjendës së ciklizmit shkodran dhe shqiptar. Ekipi Skënderbeut u paraqit me 4 ciklistë, 2 junior dhe 2 kadet, ku gara e parë ishte 150 km dhe vendin e dytë e mori Markelian Bedulla, i Korçës, i Skënderbeut domethënë. Vendin e parë e mori një kosovar. Kishin paraqitje të mirë domethënë grupi juniorëve. Dhe grupi kadetëve për pak fare zuri vendin e dytë. Domethënë ditën e parë. Kurse ditën e dytë u zhvillua e njëjta etapë për juniorët 120 km, kurse për kadetët 60 km. Dhe ditën e dytë vendin e parë e mori ekipi Skënderbeut. Nedion Demiri është ciklisti që mori vendin e parë. Kurse për junior, vendin e dytë e mori Markelian Bedulla prapë. Për shkak të paraqitjes së mirë të ciklistëve, presidenti Bejko tregon se objektivat janë që ekipi Skënderbeut të zerë vendin e parë në kampionatin kombëtar që do të zhvillohet së shpejti.